Gjatë turit të takimeve në jug të vendit, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal edhe në Borsh, ku deklaroi se infrastruktura e këtij fshati turistik do të jetë prioriteti i qeverisë së Aleancës për Shqipërinë madhështore. Infrastruktura e Borshit do ketë përparësi të plotë, do zgjidhet 100%. Unë nuk ndërtoja tunelin e Llogaras, pa e dhënë përgjigje përfundimtare ujrave të zeza nga Semani te Kepi Stills. Pasi të ngrinim flamurin e blu në ujrat e tona, në ujrat Adriatiku dhe Jonit, atëherë mund vazhdoj me tjera. Për bizneset, Berisha prezantoi paketën fiskale, e cila ju vjen në ndihmë sipërmarrësve të zonës. Bizneset e Borshit do të përgjysmohen taksat, biznesi i vogël, tavanet e TVSH-s dhe tatim fitimit nga 140.000 euro dhe 100.000 euro të dyja që janë sot, do shkojnë në 180.000 euro. Bashkit nuk do mund vendosit kur tarifa dhe taksa me shumë se 1% të xhiros. Energjia do ullet të 6 lek. Uj do përgjysmohet tarifa. Gjatë bashkëbisedimit me banor, Sali Berisha dënoi edhe gjuhën që Edi Rama po përdor gjatë fushatës elektorale. Nuk është batuta ajo që krijon vendet e punës. Jo, përkundazi, batuta përdoret për të maskuar mungesën e vendeve të punës. Nuk është batuta që punëson të rit. Përkundazi, ajo përdoret për të maskuar largimin e të rive nga Shqipëria. Ndaj dhe do të lutasha shumë qytetarëve të Borshit dhe të Bashkë Shqipërisë që kur dëgjojnë batutat e tij të kontrollojnë xhepat se diçka ju ka vjedhur në një mënyrë ose një tjetër. Berisha ftoi qytetarët që të votojnë projektin e Aleancës për Shqipërinë madhështore, i cili paraqet një mundësi të re për çdo shqiptar.